Po si ka mundësi që Zvicra Agim nuk fitoj do të Gjaka, nuk arriti do të merte 3 pikët? Fatkeqësisht nuk arritit pas 3 pikët, por prita se Gjaka do t'jap diçka më shumë, por ja, kjo është futbolli, por diçka ishte bukura. Sulqe nuk e dija e drejtët që në stadium aty u pa dhe Flamuri Kuqërdi. U pa? U pa tjetër nënën e djatë të stadiumit. E kuptoj. Po tribinës ishte Flamuri më i bukur në botë, Flamuri Kuqërdi. Super fare, po e imagjinon t'ishim atje, t'ishe Shqipëria, t'ishe Kosova, biles Kosova ishe shumë herë më afët për të qenë në World Cup. Po, topi është i rumbullak të sulqe. Shpresoj në kampionatin e ardhshëm do t'jenë edhe Shqipëria dhe Kosova pjesëmarrëse në kampionatin botror. Do ishte kënaqësi e veçantë. Agim, vazhdojnë transmetimet në radio? Patjetër, por jam në Gjermani momentalisht, po trajnohem nga Edi. Jam në pushim disa ditë. Po. Dhe në datën 24 prapë kthehem, vazhdojmë emisionin. Okej, po si është atmosfera aty në Gjermani? Qa komentojnë për ekipin kombëtar gjerman? Nuk shoh ndonjë atmosferë të jashtëzakonshme kështu. Edhe pse ndoshta jemi mësuar që ne si shqiptarë jemi mësuar që kur kemi ndeshje, menjëherë fillojmë me flamujt, me fishek gjare. Po, e fillojmë festën. E fillojmë festën shpejt. Ende pa filluar ndeshja, këta më duken më të qetë. Por, po e shoni, sot isha në Dortmund, kishte njerëz shumë, kishin ca festat të tyre, edhe pas një entuziazëm të mirë, janë normal që janë optimist për Gjermanin, por që kam la përshtypjet që shumica për tyre thonë që Gjermania ditë befasohet nga ekipet të dobta. Për mendimin të... Kush mundet të fitoj këtë botror për mendimin tënë? Unë mendoj se Portugalia. Portugalia? Po pse? Mendimin. Pse? Duket një ekip koza komplet. Po pa ka fituar Ronaldo, e do ka dhe i kup tjetër Ronaldo në karrierë, që tiki, e? Ndoshta edhe më ka imponuar pak edhe Çuni, se ai Ronaldo pastaj të bëjë të fiksim. Djali me Ronaldo nësh, ha? Po mos kishe luajtur Shqipëria në kampionatin evropian dhe trupte nga Spanja, ndoshta do thoya Spanja, por s'dua të fitoj Spanja. Fitoj Portugalia. Fantastike fare gjithë atmosfera e botrorit. Megjithatë, Messi dhe Ronaldo kampionati fundit midis tyre, apo jo? Po i fundit. Edhe kampionati, edhe Gjaka do ta ketë kampionatin e fundit. Edhe Graniti? Po edhe Graniti, si pas gjitha Gjaka, dhe ka kampionatin e fundit botror. Po edhe i karrierë të jashtëzakonshme, kaq vjeç sa është Graniti fiks? Sa vjeç është? 32, 33, 32, 33 duket. Është fantastik. Lojtar i cili ka shënuar me gërma të harta emrin e tij në futbollin evropian dhe botror, njihet botërisht. Mbas është shqiptari më i famshëm në futboll. Po, mund të themi ashtu që është më i famshëm në futboll. Është diçka shumë interesant, sulçe që në emisionin tim unë kam dëgjues të rregullt dajon e Granitit dhe Taulantit. Po shne? Dhe ai sa herë që telefonon në emision, edhe unë gjithmonë i them, mi bëjt falja Granitit dhe Taulantit, por tregoj Granitit që Taulantin e dua më shumë. E ti e di pse e dua më shumë. Taulantin, nga ajo foto e jashtëzakonshme e Beogradit. Pa tjetër që po. E di. Shiko. Graniti është fantastik edhe Graniti, unë mendoj që çunat si Graniti, por jo vetëm në futbol. Edhe në profesionet tjera, sinqerisht, ty të bëjnë të ndihesh shumë mirë se je shqiptar. Ja tash jam në Gjermani, kam mësuar isha edhe në Zvicër para një viti, por shqiptarët janë në vendet e huaja, definitivisht janë para parë me të tjerët.
Agim Kita, profesionet profesionistë të mirë. e di që je me pushime, e ju bashkove shoqërisë sëndë, dhe unë nuk duhet të marrë shumë kohë, edhe ne jemi në fund të emisionit, desha kur ke kohë të lirë të i ditë tjetër që të kemi një tjetër intervistë më të gjatë, më të bukur, dhe të shikojmë dhe rezultatet e tjera. Sulë ti e di që unë për ty edhe për Drilonin çdo herë kam kohë. Respekte, faleminderit shumë, natyrisht edhe për A2 CNN gjithnjë tani, që jemi këtu, edhe unë të edhe njërë tjetër të falenderoj, pa mas që u bashkove shoqërisë sonë, një gazetar Agim Kita nga Gjermania, një gazetar i cili është shumë i shijuar në Kosovë në emisionet radiofonike. Mirë, Niko, edhe unë të falenderoj, sepse erdhëm në fund të emisionit, por ta pys një sekund gocën për Matrix, jam mësojnë që këtari, qa ka të reja? Do aptin tjetër të komuna? Sigurisht, atëherë dje që mes palestrave gjithmonë ka konkurencë, por tek Matrix nuk ka asnjë konkurencë. Për pak kohë mund të njisi pak konkurencë, po gjithmonë brenda familjes, le të themi nga Matrix 1 tek 2. Shishi ma nxorën direkt. Matrix Fitness Center është një nga palestrat më unike në Tiranë, me një sipërfaqe 700 metra katror dhe pozicionuar në katën e dytë, ofron një pamje piktoreske përmes vetratës së xhamit që mbushin hapësirën me dritë natyrale. Palestra është e pajisur me teknologjinë më të fundit, klasat e ndryshme sportive dhe aktivitetet për fëmijë gjithashtu të pranishme, ndërkohë që stafi ynë i kualifikuar dhe i përzgjedhur siguron një shërbim profesional dhe të këndshëm për çdo klient. Me një ambient që i jep një tjetër dimension sporteve, Matrix Fitness Center gjithashtu ofron sauna dhe relaksim pas ushtrimeve, si dhe një parking të dedikuar për çdo klient. Prandaj ne ju presim te adresa rrugës së Barikadave, pikërisht atje ke gjitha. Mirë, atje do vim dhe gjithnjë tek çunat e Matrix dhe gozat e Matrix që janë gati që të bëjnë më të mirën. Falenderoj shumë që ishe me ne Migena Andreu, trajnere profesionale. Nga ana tjetër ishte shumë kënaqësi e Jola Cuve, atlete, na tregove dhe i çik atë veprimet e pëlqeu shumë ajo. Prandaj do vish prapë. Nikol Shosli, kënaqësi që ishe këtu. Sterling, thank you very much and good luck in career. Yeah, thanks, Altin. Don't forget me, eh? I will not. All right. Okay. Leona Lili, kënaqësi që ishe në mega botror. Batutën e fundit. Batutën e fundit. Fitof më i miri. Okej, këtu e mbyllim për sot dita 3 e kampionatit botror. Tani nisin të bukrat. Brazili, samba në orën 12, nisi ndeshja e madhe përballë Marokut. Dhe ne që këtu, nga Pizza Abel, shkojmë direkt te Kafe Oto.